do ketë një plandemi mund ta quash, nga meningjiti. E dje që përpara që do niste në Britani të Madhe, atje nisi kjo të përhapet në mbar botën. Ka nisur domethënë në Ka nisur. Dhe do të ketë edhe një sëmundje tjetër në Amerikë, sëmundja ujit quhet. Njerëzit do të lahen pishina ose do të bëjnë, do të përdorin ujin e çezmës. Do të filloj të skuqet lëkura, do lejmerisen. Edhe kjo është një sëmundje e frikshme që do ndodh nga pishina nga uji pishinave dhe nga uji çezmës. Është vdekje prurës? Besoj që edhe po. Domethënë na presin gjëra çik. Nuk e di, ne mund na quajmë si të çmendur. Po, ajo është e vërë te komentet, ke gjërat, ke qëndrimet. Por jemi apo s'jemi të çmendur, këtë do ta vërtetoj koha. Koha është vërtetuesja më e mirë. Kjo është ajo pra si përdoret normalisht në media. Media jep tjetër ushqim, tjetër gjë, edhe kjo se çka flasim ne këtu ose çka bëjmë ne që mundohemi të lidhim pak gjërat, duket sikur po ushqim frikë dhe panik. Frikë dhe panik, shiko, njerëzit kanë koncepte të gabuara dhe pikërisht këtë duan propagandistët, propaganduesit, këtë duan. Puna është duan t'i vënë njerëzit në gjumë. Populli ka një shprehje, i paralajmëruari, i shpëtuari. Nuk prapet panik nëse ti ke informacion dhe thua që do ndodh kjo. Kjo nuk është panik. Çdo njeri që është i zgjuar merr masat. Po kjo varësia, për me qenë se jemi tek media, varësia nga teknologjia. Edhe kjo është prap një vegël e tyre që sigurisht ne të lidhim ato si çka duan ata të na japin ne, na ushqejnë. Qoftë tek po ata nuk duan që të mendosh edhe kam thënë që edhe këto lloj bisedash që bëjmë ne, kjo vite që bëjmë ne, kjo do të jetë e kufizuar. Nuk e shfaqin këtë ato. Këta duan që të shfaqet kjo. Këta nuk duan që të mendosh drejt. Këta duan që të mendosh si duan ata për shkak të planeve djallëzore që kanë. Këta nuk duan që ti thuash është ditë tani, ti thuash ose është natë, ti thuash ditës natë ose anasjelltas natës ditë. Por njerëzit që kanë, njeriu do gjej forcën vetvete edhe të bëj shoshitjen e informacionit, se çdo gjë që thuhet është e saktë dhe e vërtetë. Teknologjia çfarë shkakton? Kjo teknologji ka gjëra shumë të mira, por ka dhe gjëra shumë të këqija. Për shembull, shumë raste të depresionit, shumë raste të lodhjes kronike, shumë raste të agresivitetit, të mplakjes së parakohshme, të uljes së rendimentit në punë, të dobësimit të sistemit imunitar, i jep teknologjia. Po unë jam i bindur që ata nuk kanë këto lloj mjetesh që kemi ne. Ata janë shumë më para. Ata kanë mjete, bile ata përdorin mjete tjera. Kam parë edhe se si një person për shkak të rrezatimit që kanë celularët, kompjuterët, Wi-Fi, përdorte një lloj xhupi që këtu nuk ka hyrë në Shqipëri. Ai të mbronte, jashtëzakonisht shumë. Ai të mbronte nga gjithë rrezatimi. Dhe e kemi provuar ne për shumë, ka pasur raste e kemi lënë celularin në shtëpi. Ço kemi marrë me vete? E ke vretur që e ndjer më mirë? Se ka rrezatim celulari. Celulari ka rrezatim. Sado është mjet i mirë, është mjet që pa to ne nuk mund të bëjmë dot. Se kjo është teknologjia që ata kanë vënë për ne. Për vete kanë tjetër teknologji ata. Për vete dhe për fëmijët e tyre. E di që ata janë shekuj përpara këtyre